Mirdita. Farsa elektorale 11 maj 2025 në Shqipëri mori një ndëshkim madhor ndërkombëtar nga organizata politike më madhe në botë e partive të qendrës dhe qendrës djathtë, Internacionalja Demokrate Qendrës, e cila grupon së bashku 108 parti politike nga të gjitha kontinentet dhe që ka si seksion të saj në kontinentin europian Partinë Popullore Europiane dhe partitë anëtare të saj. Kjo organizatë botërore në konferencën e Asamblesë Përgjithshme të saj të mbledhur 2 ditët e fundit në Abidjan, kryeqytetin e Bregut të Fildisht, miratoi me unanimitet të plot, pas një kundërshtim, rezolutën për zgjedhjet për farsën elektorale të 11 majit në Shqipëri. Në këtë rezolut, Internacionalja Demokrate e Qendrës denoncon botërisht atë që ndodhi me 11 maj në zgjedhjet në farsën e 11 majit në vendin tonë. Në denoncimin e saj, ajo bazohet mbi të gjitha në raportin paraprak të vëzhguesve të OSBE-ODIR-it, Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, Parlamentit Europian dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Natyrisht, ajo është ndihmuar edhe me materialet e paraqitura nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në këtë forum, në këtë organizatë, në konferencën e kësaj organizate, që janë zonja Albana Vokshi dhe zoti Belin Kliçi. Këtu më poshtë po lexoj tekstin e rezolutës mbi zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri. Shqipëria, integriteti zgjedhor dhe të drejtat të opozitës, e propozuar kjo nga Partia Demokratike e Shqipërisë dhe e miratuar nga Unioni Demokratëve të Qendrës, nga Internacionali Demokratëve të Qendrës, duke riafirmuar anësinë thelbësore që kanë teksti i rezolutës, duke riafirmuar anësinë thelbësore që kanë zgjedhjet e lira dhe të ndershme për qeverisjen demokratike dhe për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke rikujtuar rezolutat e mëparshme të Partisë Popullore Europiane, Unionit Demokrat Ndërkombëtar dhe Internacionalës Demokrate të Qendrës, që kanë paralajmëruar për prapakthimin demokratik dhe keqpërdorimin e institucioneve nga Partia Socialiste në pushtet, të alarmuar nga gjetjet e misioneve ndërkombëtare të vëzhgimit, OSBE-ODIR, OSBE Asamble Parlamentare, Parlamenti Europian dhe Këshilli i Europës,
lidhur me zgjedhjet e 11 majit 2025 shprehin shqetësim në thellë se këto zgjedhje ishin një farsë politike që nuk përmbushën standardet ndërkombëtare dhe shkelen kriteret e Kopenhagenit, duke përfshirë lirinë e votuesve për të zgjedhur, paragrafin 7.7 të dokumentit Kopenhagenit. Votuesit ju nënshtruan presionit sistematik, survejimit, friksimit dhe blerjes masive të votës. Qeveria shpërndau bonuse për prej 100 euro për 760.000 pensionist pak para zgjedhjeve, fali gjoba dhe borxhe mbi 200 milion euro nga periudha 2015-2025, vetëm 2 ditë para votimeve, u shpenzuan rreth gjys miliard euro për tendera, prokurime dhe koncesione në kundërshtim me ligjin, të gjitha me qëllim sigurimin e mbështetjes elektorale. Vote e fshehtë nuk u respektuar në shumë qendra votimi dhe klima u karakterizuar nga frikë, presion, duke u mohuar qytetarëve të drejtën e zgjedhjes së lirë. Lirinë e shprehjes dhe aksesin e informimit, paragrafi 7, fraksion 8 i dokumentit të Kopenhagenit. Kontrolli i partisë në pushtet mbi mediat, censura editoriale dhe ndalimi me motiv politik i platformës së TikTokut dëmtuan rënd mundësinë e votuesve për të pasur qasje në informacionin e balancuar dhe të larmishëm. Ndarja e partisë nga shteti, paragrafi 5.4 i dokumentit të Kopenhagenit. Partia Socialiste në pushtet i ka fshirë kufit midis shtetit dhe partisë duke përdor institucionet publike dhe burimet shtetërore për përfitim partjak në kundërshtim me parimin që shteti duhet të jetë i ndarë nga partia në pushtet. Keqpërdorimi i burimeve publike, qindra mijëra punojës të administratës publike u vunë në presion për të bërë fushat përmes një rrjeti patronazhistës të shtrirë në gjithë vendin duke minuar konkurrencën demokratike. Liria e votuesve për të zgjedhur, paragrafi 7.3, votuesit u përballen me presion, survejim, friksim, kërcënime, blerje vote dhe mungesë të sekretit të votës. Liria e shprehjes, paragrafi 7.8 i dokumentit të Kopenhagenit për zgjedhjet, kontrolli i qeverisë mbi media, censura dhe ndalimi i TikTokut kufizuan qasjen e informacionit të paanshëm. Pandëshkueshmëria institucionale, rreth 200 kallëzime formale për krime zgjedhore pranë prokurisë posaçme dhe qindra denoncime në KQZ, mbeten pa ndonjë reagim apo ndjekje penale. IDC-CDI denon manipulimin e procesit zgjedhor përmes kapjes së shtetit dhe bashkëpunimit kriminal në friksimin e votuesve dhe manipulimin e rezultateve. Për ndjekjes gjyqësore ndaj liderëve të opozitës përfshi Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun, Ervin Saljanin, Fredi Belerin. Pandëshkueshmërinë institucionale mbi 30 kallëzime formale për krime zgjedhore pranë prokurisë posaçme dhe qindra denoncime në KQZ,
pa ndonjë ndjekje ligjore. CDI-IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të 1. Zbatojnë urgjentisht rekomandimet prioritare të OSBE-ODIHR përfshi ato mbi barazin në fushat, mediat dhe institucionet e pa-anshme. 2. Ndërpresin ndjekjen politike dhe të rikthej të drejtat e plota për liderët e opozitës. 3. Të krijoj një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrur reformat drejtbëes dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. 4. Sigurojnë pluralizmin real mediatik dhe akses të barabartë të media për të gjithë forcat politike. CDI-IDC shpreh solidaritet të fuqishëm me Partinë Demokratike të Shqipërisë, koalicionin Aleanca e Shqipërisë Madhështore dhe të gjithë aktorët civil që mbrojnë demokracinë. U bën thirrje anëtarëve të CDI të dërgojnë një mision verifikimi faktesh dhe vëzhgimi në Shqipëri për të vlerësuar ecurinë e zgjedhjeve, për të takuar me aktorët përkatës dhe për të dhënë një vlerësim të pavarur mbi përputhjen me normat demokratike. I bën thirrje Bashkimit Evropian të kushtëzojë përparimin e Shqipërisë në procesin e anëtarësimit me reforma konkrete zgjedhore demokratike. Paralajmëron se konsolidimi autoritar dhe ndikimi kriminal në Shqipëri përbën rrezik serioz për demokracinë e brendshme dhe për stabilitetin e rajonit. Asambleja e Përgjithshme Abidjan 30/5/2025. Siç e shihni pra, populli opozitar në Shqipëri ka marrë dje me këtë rezolut mbështetjen më të fuqishme ndërkombëtare për kauzën e vetë të drejtë. Kjo rezolut e 108 forcave politike, më e madhja në botë, denoncon farsën e 11 majit si një farsë të shëmtuar, ku shkelen një nga një parimet themelore të zgjedhjeve, parimet themelore ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira. Në këtë forum botëror kanë gjetur mbështetje të plot kërkesat e Partisë Demokratike për qeveri teknike dhe zgjedhje të reja. Në këtë kuadër, në këtë kontekst, rezoluta është një frymëzim madhor për të gjithë shqiptarët që konsiderojnë Edi Ramën një armik të egërt papajtueshëm me votën e tyre, që konsiderojnë votën e lirë, themelin e një sistemi demokratik dhe kushtin e gjitha kushteve për të ardhmen e tyre. Një mirënjohje të pakufishme ndaj presidentit Pastrana, zëvendës presidentëve dhe kryesisë, në të cilën është dhe presidenti i parlamentit, presidenti i Partisë Popullore Europiane Manfred Weber, dhe të gjithë atyre përfaqësuesve të 108 partive politike që dolen në krah të qytetarëve shqiptar në mbrojtje të votës tyre të lirë. Kjo është një arritje madhore, e cila regjistrohet pa u tha boja mirë në proces verbalet e farsës së shëmtuar, më të shëmtuar elektorale të 32 viteve të fundit në Shqipëri. Kjo rezolut është një apel, një kushtrim për popullin opozitar,
për të luftuar dhe sakrifikuar, për të paguar çdo çmim, për votën e lirë, duke i garantuar se në këtë betejë nuk janë vetëm, por janë së bashku me mbar partitë e qendrës dhe qendrës djathtë në Europë dhe në botë. Kjo rezolut i jep goditje fatale narkoqeverisë shqiptare e Edi Ramës, altoparlantëve të tyre në media, të cilët si mercenarë të fjalës së lirë përpiqen të shesin shqiptarëve farsën për proces zgjedhor, përpiqen të justifikojnë, përpiqen të mashtrojnë dhe dizinformojnë shqiptarët me të njëjtin pasion patologjik që kanë bërë gjatë fushatës elektorale dhe para saj. Kjo rezolut denoncon me forcën më të madhe skapin e partisë, këtë organ politik të narkodiktaturës, e cila me urdhër politik persekuton lider të opozicës shqiptare dhe refuzon të hetoj krimet monstruoze elektorale, pra ka vendosur pa ndëshkueshmërinë. Kjo rezolut denoncon policinë dhe të gjitha institucionet e këtij shteti që në dhunim flagrant të kushtetutës dhe ligjeve u rrjeshtuan si institucionet të partisë shtet. Edhe njëherë një mirënjohje të pakufishme të gjithë aleatëve partnerëve tanë në Europë dhe në botë për qëndrimin e tyre dje në mbështetje të kauzës së zgjedhësve shqiptar për votën e tyre të lirë. Faleminderit. Për të qëndruar tek, po themi, përpjekja e Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj. Prit tani. Më në fund ato, se tani çdo gjë është e lidhur me rezolutën. Unë do i marr ato. Do ta bëj pyetjen time, kështu që ju mund të jepni përgjigje kur të doni. Do përgjigjem në fund pastaj. Okej. Atëherë, për qëndruar tek përpjekja e Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj për të vërtetuar atë që e konsideron farsë elektorale. Ditën e djeshme, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka rrëzuar kërkesat e disa kandidatëve të Partisë Demokratike për të bërë numërim në qarqet ku ato pretendojnë që, po themi, ka trafikim të votës. Mes tyre kanë qenë edhe dy, po themi, përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Si e ka lexuar Sali Berisha këtë vendim dhe është e gatshme Partia Demokratike apo a ka qenë e gatshme? Ai ka ofruar ndihmën e saj ligjore Partia Demokratike këtyre kandidatëve që kërkesa të bëheshin në emër të subjektit politik. Faleminderit. Tjetër? Urdhoni? Jo, për rezolutën. Për rezolutën. Zoti Berisha, kam i pyetje për rezolutën. Se nuk mundet që probleme, këtu kemi një dokument botëror. Botëror. Nuk mundet që ky dokument botëror të sfumohet, absolutisht do marrësh përgjigje, se është shumë e thjeshtë përgjigja. Është shumë e thjeshtë përgjigja. Është shumë e thjeshtë, po. Kam i pyetje për rezolutën. Mos të gaboj, kjo është rezoluta e dytë që Internacionale Demokratike e Qendrës miraton se takon situatës në Shqipëri. Zoti Berisha, nga ndryshon rezoluta e parë nga rezoluta e dytë dhe çfarë garancish u jep juve që të keni sukses përballë majorancës socialiste kur denoncohen ato dhe çfarë keni thënë ju për farsën elektorale? Faleminderit. Faleminderit. Po, është e vërtetë që kjo është rezoluta e dytë, e para është në tetor. Mos gabohem, por nga tetori është. Rezoluta e parë parajmon farsën.
paralajmëron farsën në të gjithë shëmtinë e saj. Rezoluta e dytë bazohet në raportet e institucioneve ndërkombëtare pas zhvillimit të farsës. Dhe kjo rezolut me fakte konkrete denoncon shkeljen e parimeve ndërkombëtare të zgjedhjeve të sankcionuara në dokumentat ndërkombëtare. Pra, ajo e paralajmëroi, kurse kjo e denoncon zhvillimin e kësaj farse. Ju, po të merrni, po kështu ndodh me Valencian, me rezultatën e Valencias, ajo i ka të gjitha këto, por rezultata e Valencias ishte me datën 30 prill, pra ishte në fund të fushatës, që ishte mbledh element të fushatës. Tani kjo është pasi u zhvillua fushata, u zhvilluan zgjedhjet dhe faktikisht kjo konkludon siç kishte paralajmëruar se u zhvillua në Shqipëri një farsë elektorale. Kjo është. Pra, dhe një gjë, çfarë tregon kjo? Kjo tregon se projektorët e komunitetit ndërkombëtar të organizatave partijake politike janë non-stop mbi Shqipërinë, narkoshtetin shqiptar. Zoti Berisha i sa mëzyra nga Ora News. Pika e parafundit e kësaj rezolute, IDCDI i bën thirrje Bashkimit Evropian për të kushtëzuar përparimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit dhe me reforma konkrete zgjedhore demokratike. A i ndruani një aksioni të kundërshtarëve tuaj se ju jeni duke lobuar kundër antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe cila është përgjigjja juaj? Përkundrazi, ne po ndihmojmë, po kontribojmë shumë në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në qoftë se Bashkimi Evropian është bashkim i vendeve të tjera dhe demokratike, qeveritë e këtyre vendeve duhet të zbatojnë me rigorozitet parimet themelore të demokracisë dhe drejtave të njeriu. Dhe rezoluta nuk kërkon asgjë tjetër përveç se zbatimin e këtyre parimeve. Unë mendoj se kjo rezolut dhe qëndrimi ynë, duke evidentuar të vërtetat e hidhura dhe jo fshehur, është kontribut real në udhëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Po, atë e keni gati tani. Nuk, po, tani, ajo është zhurmë për asgjë. Është zhurmë për asgjë. Pse? Ja u shpjegoj unë. Në vitin 2019, një ndryshim i kodit zgjedhor, por e vërteta, ta themi atë që është i mbështetur nga Komisioni Venecias dhe Odiri, ka heqë të drejtën e kandidatëve si të tillë të paraqesin ankesa të kësaj natyre. Nuk ekziston ajo e drejtë nga 2019 e këtej për kandidatin. Komisioni Venecias, Odiri dhe Kodi Ynë këtë të drejtë ja u njohin subjekteve politike. Subjektet politike investohen edhe për kandidatin. Këta kandidat të nderuar kanë ndjekur një rrugë të këshilluar, nuk mund të them se mbasi përfaqësuesit tanë ja u kanë bërë të qartë dhe interpretimin e thirrjes time që duhet t'i bëjnë nëpërmjet partisë, por brenda platformës së miratuar nga partia, në ç'kuptim. Në qoftë se partia ka kërkuar paligjshmërinë e zgjedhjeve,
E para kërkesë që shqyrtohet është paligjshmëria. Pas kësaj, partia merr dhe paraqet një nga një kërkesat e kandidatëve. Besoj se e qartësova këtë. Prit. Disa kandidatë, se nuk janë vetëm këta, që kanë kërkuar ankesën e tyre në numërim të tjerë, i kanë depozituar pranë përfaqësuesve të partisë në KQZ dhe presin momentin e vlerësimit që partia ka për X qark, pastaj do paraqiten ankesat e tyre. Edhe për kandidatët e Tiranës, ata u informuan dje përsëri se rruga që kanë ndjekur është një rrugë që nuk ka mbështetje ligjore. Për arsye përfaqësuesit tanë në KAS kanë zbatur ligjin. Ata nuk mund të votonin për një akt që është hequr me ligj. Dhe secili prej tyre, të katër këta, kanë të drejtë të depozitojnë paraqesin ankesën pranë përfaqësuesve tanë në KQZ dhe përfaqësuesit tanë në KQZ do e paraqesin siç dëshirojnë ata kërkesën për pranë KQZ-s. Pra, ka qenë një keqkuptim nga ana e tyre, vetëm keqkuptim, në qoftë se nga unë është thënë dy herë që çdo kandidat që ka që mendon se i duhet transparenca, do të mbështetet nga partia, është thënë do mbështetet nga partia, pra duhet respektojnë këtë platformë që ka përcaktuar partia në përputhje me ligjin elektoral. A nuk, po themi, ky keqkuptim, a nuk është favorizuar në një farë forme edhe nga deklaratat tuaja publike që jeni shprehur që kandidatët le t'i drejtohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbase duke krijuar edhe një lloj publike, partia do t'i mbështesë ata. Jo, deklaratat e mia publike, jo nuk kanë qenë. Deklaratat e mia publike kanë qenë dhe janë. Partia do mbështesë në qoftë se partia tjetër nuk i lejoj, siç e dini, e kundërta është qëndrimi ynë. Ne i mbështesim cilin do që kërkon transparencë. Që janë argumenta. Kjo është, dhe aty ka patur vetëm një keqkuptim nga ana e tyre. Ata nuk do të humbasin kohën, t'i paraqesin ato që kanë paraqit në KAS, t'i paraqesin pranë përfaqësuesve tanë në KQZ, që përfaqësuesit tanë për qarqet që janë marrë vendimet për vlefshmëri apo pa vlefshmëri, të procedojnë me shqetësimet e tyre. Zoti Berisha, teksa ju po luftoni që të përsëritën zgjedhjet përmes një qeverie teknike, alati juaj në burg, Ilir Meta, po mendon për zgjedhjet lokale, duke paralajmëruar se do garoj pra me siglën e vet dhe jo me Partisë Demokratike. A ka një krisim me Ilir Metën, zoti Berisha, pasi edhe kohët e fundit ka pasur, mund të themi, një verdikt sa i takon pozicionit të tij juridik, duke u shpallur, duke ndryshuar edhe duke u shpallur pandehur ndjes. Ndërkohë nga ana tjetër nuk ka pasur një reagim nga ana juaj. Ilir Meta është një burgosur politik për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë madhështore, ai është një burgosur politik. Kjo është mendimi ynë. Pastaj, për zgjedhjet tjera, çdo forcë politike bën zgjedhjen e vet. Kjo aleancë vetë kuptohet që është një aleancë ishte për këto zgjedhje. Për këto zgjedhje. Zoti Berisha, dhe pyetje të fundit, një ditë më parë, kryetari i grupit parlamentar, zoti Gazmend Bardhi, ka akuzuar presidentin e Republikës Bajram Begaj që është duke ndërhyrë në procesin e zgjedhjeve përmes këshilltarit të tij juridik Ilir Usmajli. Cila është thirrja juaj për presidentin e Republikës dhe a ndani dhe ju të njëjtin shqetësim për institucionin e presidentit në vetvete? Se për zotin Usmajli e di mendimin tënd. Tani që
Presidenti i Republikës është i detyruar të zbatojë ligjin dhe që do të jetë njeriu i parë që të zbatojë ligjin, kjo besoj se s'ka nevojë për koment. Dhe që këshilltarit të Presidentit të Republikës nuk i lejohet asnjë detyrë tjetër, kjo është e sanksionuar në ligj. Dhe që Presidenti e shkel me dy këmbë ligjin, në rast se mban këshilltarin që punon dhe në kas, vetë kuptohet. Këtu janë Zoti Bardhi ka thënë një të vërtetë, që është thënë dhe përpara, por presidenti ka preferuar të mos zbatojë ligjin. Të mos zbatojë ligjin. Nuk e lejon ligjin, lexoni ligjin. Po këta s'kan ligj as ma ligj. Nuk kanë këta, s'kan gjë me ligjin. Ligji është një letër e vdekur për ta. E pyetjet fundit me qenë se është fundjavë. Në fillim të javës jeni pyetur për një kallëzim në SPAK për Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në lidhje me nënkontraktimin që i ka bërë DHL-ja në Greqi. A janë duke u marrë juristët tuaj me këtë kallëzim dhe a pritet që gjatë javës së ardhshme të dorëzohet një kallëzim në prokurorinë e posaçme për këtë nënkontraktim të paligjshëm që është bërë? Nuk kam djeni që jam thirrur për këtë kallëzim. Nuk kam djeni se... Po. A jeni duke e bërë ju kallëzimin në SPAK? Por a do ta bëni? Çfarë rëndësie ka kjo u bë apo s'u bë kallëzimi kur SPAK i fut të gjitha trushi? A e ke marrë vesh që është një vegël e verbër e Edi Rams dhe e Partisë Shtet? Urdhëra çfarë thotë këtu rezoluta? Është dënim ndërkombëtar i SPAK-ut këtu. Pra s'do çoni më kallëzimin në SPAK? Nuk mund të as pohoj, as mohoj, por formaliteti s'ka asnjë vlerë. Një akt formal, ja çfarë thot rezoluta për SPAK-un e Edi Rams. Një institucion kryekput i varur nga qeveria që praktikon persekutimin e opozitës dhe impunitetin ndaj krimeve elektorale. Ka që SPAK-u del këtu siç është. Ato që i kemi thënë, i merr këtu SPAK-u. Pyetja më e drejt për drejt. A është Partia Demokratike duke e amnistuar Ilirian Celibashin në këtë rast? Absolutisht jo. Nuk amnistojmë asnjëri, por amnistin dhe impunitetin e ka vendosur Edi Rama me mercenarët e tij në skap. A e shet çfarë thot? Janë quhet 200 padi, janë quhet 30 padi, 200 ankesa, 30 padi, asgjë për gjë. Nuk ka. Qofse ka një organ që deli diskredituar në shkallë ekstreme pas Edi Ramës, është skapi. Skapi, pas qeverisë del skapi këtu. Mësoje. Kështu që ne, po, këto, faleminderit, edhe një fundjavë të mbarë.